Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Ekspozita Hijet e Bardha hapet më 15 orë në ora 19 në Galerinë Qahili. Këtë vit, artisti amerikan Joseph Jeremiah Langley sjell një udhëtim vizual e emocional të ndërtuar mbi përvojat e tij nomade nga Carolina e Veriut tek Franca, nga skena e cirkut tek krijimtaria multidisiplinare që e shoqëron kudo në botë. Seria e tij shpalos vizione poetike që lindin nga errësira dhe rikrijojnë mënyra të reja të parit. Ekspozita zhvillohet në kuadër të programit vjetor të Galerisë Qahili, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë. Në këtë edicion të magazinës Art Kultur do të flasim edhe për vitin që po lëm pas, si dhe për vitin 2026. Galeria Qahili paralajmëron një program të zgjeruar me bashkëpunime ndërkombëtare, rezidenca artistike dhe ekspozita ndërdisiplinare që synojnë të forcojnë rolin e saj si një hapësirë dinamike dhe eksperimentale në skenën bashkëkohore të artit. Në studio kemi kënaqësinë të intervistojmë Nita Qahili, drejtuese të Galerisë Qahili. Përshëndetje Nita. Përshëndetje. Mirë se erdhe në Art Kultur. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Nita, a mund ta fillojmë bisedën ndoshta me ekspozitën tradicionale Hijet e Bardha? Do të thonë, është tradicionale dhe çdo vit ndryshon forma, se si i qasini, kush do të ekspozojë, e kështu me radhë. Po, Hijet e Bardha kena bu për herë të parë 2013, do më thonë vitin kur e kena hap galerinë, edhe ka qenë që ideja që me festu festat e fund vitit me art edhe me artista. Hijet e Bardha është një cikël i punimeve të babit, që është protesta studentat kur kanë bu me majica të bardha, edhe kena shkri në titull të një aktiviteti artistik në qasje të do më thonë si metafore asaj se kur ka borë nuk ka hije. Po tash s'po kena borë, kështu që nuk është që qatë shumë vlenë që kjo pjesa, për shkak se para 10 vjetë, 12 vjetëve qëtë periudhve që ka qenë bajegi shumë që ka ra borë dhe që ato hije që neve i kena po, nuk kanë egzistu. Do më thonë ka qenë një farë shkrimje e gjithë shkapit mes vete. Dhe në qëtë formë kena pas qef që me anë të hijeve të bardha, me u shkri arti, me artdarsit, me artistat, edhe me qenë një farë komunikimi shumë i tërtërt dhe shumë i detajum në mes vete. E tash, a mund të flasim për këtë edicion, si është konceptuar këtë edicion, dhe në që mënyrë shpreh se e shihni punën e artistit Langley? Këtë edicion, do me thonë, ideja kryesore e Hijeve të Bardha është që çdere me prezentu një koleksion të artistave, do me thonë një numër të artistave, mos me qenë në ekspozit personale. Në këtë rast, këtë edicion është një lloj ekspozite personale, po të njëjtën kohë edhe koleksioni vet artistit, që për shkak se ky ka një numër bajgit më të punëve në koleksionin e tij të artistave tjerë, për shkak se ka mbi 40 vjet që jeton në Paris. Edhe ka kontakte shumë të afërta me krejt artistat rezident që janë në Cité Internationale des Arts. Do me thonë, bën ndaja, bën diskutime, bën si një lloj prezantime të punëve të artistave të tjerë, ku të njëjtën kohë i shkëmbejnë veprat mes vete dhe në çet forme veç e ka kriju koleksionin e tij. Do me thonë, në qëtë edicion ka me qenë punimet e Josefit, edhe në anën tjetër një përzgjedhje punëve të tij të ciklit, do me thonë, të koleksioneve që veç i ka. Ku është, si lidhet, do me thonë, koncepti i ekspozitës me titullin Vizioni poetik i një të verbërti? Na Josefin e njohim ka disa vite, edhe kur kom qenë në tetor që tash në Paris mu taku edhe me një përzgjedhje të punimeve se cilat i kishim ekspozu në galeri, në bisede sipër filloi dhe na tregoi se ky për një periudhë një vjeçare, para disa viteve ka pas një problem me sy, ku ka pas tumor në të dy retinat e, do me thonë, syve, edhe ka hup të pamunit për gjatë asaj periudhe. Edhe pse ka hup, ka vazhdu me qëtë forcën për me dasht me jetu edhe me dasht me kriju, për shkak se për ato që kjo është njëna prej formave më të mira që ti me te kalu edhe me mbizotru, çka do që ty mundet me të mujt. Në qëtë formë, gjatë kësaj periudhe, kjo ja ka njës me haru ftyrën e nanës vetë, që ka qenë njëna prej figurave për të, është njëna prej figurave ma qeta, që sidomos është dhe për pjesën ma të madhe të njerëzve. Edhe në anën tjetër, që ajo e ka mundu. Momentin që ju ka kthy të pamunit pas intervenimeve që i ka pas,
senin e parë që e ka pa ka qenë maca një macë. Edhe pyetja ime ka qenë pse maca, ke pas macë kur ke qenë fëmijë. Po e kom pas një macë dhe që ajo ka qenë seni i parë që mu më ka met në shikim. Edhe mandej momentin që ju ka kthyer pamunit, është ule dhe ka pikturu në anën e vet, që mos m'ja haru më kur ftyrën, edhe me në çdo lëvizje të brushës që e ka bën në portretin e anës vet. Edhe në qëtë formë është që kjo lidhja ati emocionale me repartin e onkologjisë në Francë, në Paris, për shkak se gjatë asaj periudhe sa ka qëndru në Paris, punime që i ka pas i ka dhuru për bamirësi, do me thonë i ka qitë në ankand, i ka shit edhe pare që janë mbledh, i ka dhuru në spital që me mujt me trajtu terapit edhe qka do tjetër që veç janë të kalu fëmijët, sidomos në repart. Të njëjtin sen vazhdon me bodhe ditë të sodit, do me thonë vazhdon me shit punime, edhe pse nashta kushtet nuk i ka ma të mirat në botë për me pas një jetë komode nashta luksoze në Paris, po që ato pare që i mbledh që janë ekstra për ato, i që në spital të onkologjisë edhe i je për trajtim të fëmijëve që kam probleme, do me thonë sidomos në anën e të shikuarit. Që kjo është njëna prej arsyeve se pse është vizionet poetike të një të verbri, për shkak se ka vizione, edhe nëse ti nuk shef, ti kime gjetë forma me komuniku. Ti kime gjetë forma me i te i kalu krejt ato sfida që i ki, po në fund, kur nëse të kthejet, edhe kur të kthejet, ti me gjetë qëtë formën e komunikimit edhe me shfaq në një farë forme në punët e ti që është bajagi abstrakte, shumë fëminore, po të njëjtën kohë e ka një farë loje, nashta si avangarde që i shef në mënyrë ditore njerëzit edhe senet e tjera që janë në Paris. Është kjo ajo që publiku do të hasë gjatë kësaj vizite, do më thonë, po flasim për materiale, teknikat, qaset e ti të veçanta, do më thonë, tani pas që sheh, sepse një kohë nuk ka pa, ta sheh. Edhe punimet më thaj që janë nga koleksioni ti gjatë gjithë kohës, jo vetëm të fundit. Edhe do të ketë karakter shitës, është mjaft interesante. Ka me qenë karakter shitës, normal, po menoj pjesa ma madhe ekspozitave që janë të na janë me karakter shitës, po nuk është njëna pre elementeve kyqe që e bujna, për shkak se seni parë që dujna në galeri është njerëzit me ndasht punën e artistit edhe me vlerësu krijimtarinë e artistës, po mani normal që është pjesa tjetër. Po në qëtë rast, ka mu karakterizu me qëto elementet të qasaj periude që Jozefi nuk ka po në anën tjetër ka mu ballafaqu edhe ka mu prezentu edhe me pjesën e këndimit që vetë e bën Jozefi. Për shkak se përveç që mirët me artet pamore, kënë në njëjtën kohë edhe kënë, do me thonë, e ka një zohë shumë veçantë që ta jep qatë ndjenjen e nashta gjezit që është përdor. Aty të ajo muzikat e video që do të ndjekim fund të intervistës, do të mbyllim intervistën me të, e pash që kishte muzikë jazz. Aty është muzika e ti? Po, është muzika e ti, e shkruan vetë muzikën, si në aspektin e teksteve, si në aspektin e notave, kështu që në qëtë form e kryon. Do me thonë, nuk është veç artist pamor, është artist multidisciplinar që për mu në qëtë aspekt është bajagisht shumë i plot, për shkak se i ka plot detajet të ndryshme që ato e bën mu dallu. Edhe të njëjtën kohë ndërlidhe me krejt që ato veprimtarit gjatë periudhës 60 vjeçare që veç e ka pas deri qëtash. Tash, do shta kishtë qenë mirë që, sepse do të diskutojmë edhe për temat e tjera, po du të pysë, a ka do një mesazh, reflektim, porosi, ky cikël, kjo tradit jetë e bardha, që synon me nxit tek publiku, tek audiencat, gjithë ata që do të vinë ta vizitojnë qoftë në hapje, po qoftë edhe pas hapjes ekspozitës. Jetë e bardha si koncept, do me thonë, ideja është që arti është që aty për ty kur ti je për çfarë do sfide që të vynë. Është luks, është shumë luks, artet pamore, po është një luks që ty ka me të përmbush. Për shkak se vish një piktur qoftë e vogël, 10 me 10, me pas nure dhe me pas një ngjyrë që ka me ndru, me pas elemente që ty ka me të lidh me diçka të kalumës, ose veç të ardhmës, ose diçka që ti e ki para fytyrem që nuk e ki, nuk mund është me shprej, ka me të ndihmu në çfarë do gjendje emocionale. Ndërsa që kjo ekspozit specifikisht ka të bëj me çfarë do probleme shëndetësore, çfarë do traume nashta që mundet me pas një person, ose çka do që ka mujt me përjetu një qoftë mira, qoftë këqija, në momentin që
ti veç dënë me gjetë formën me te i kalu, që ato ti kime gjetë me te i kalu. Për shkak se është qaj vullneti që ty të vynë për me i te i kalu krejt sene që i ki. Edhe normal që në momentin që ti veç kime po të mira, që ato të mira ka me të ardhë. Në momentin që kime po veç ato të këqia, që ato të këqia ka me të ardhë. Edhe që kjo reflektohet bagi shumë prej komunikimit që është bu me Jozefin, po të njëjtën kohë dhe krejt njerëzit që vinë dhe që kanë me pas një komunikim me Jozefin vetë në mënyrë, do me thonë, fizike, për shkak se Jozefi veç vjerë nesër në Prishtinë dhe ka me najtë një 4-5 ditë. A mund të flasim pak, ndoshta kjo ekspozita kontribon në ndërkombëtarizimin e galerisë, por edhe lidhin artit kosovar me skenat globale? Po, ndikon. Po e sjellin një artist amerikan që jeton në Francë. Po, ndikon bajegi shumë, për shkak se secili artist që është ekspozu në galeri, artistat ndërkombëtar, po të njëjtën kohë dhe artistat të rajonit, ata kanë një radhë vetin që prezentohen, e prezentojnë punën, edhe zakonisht kur kthehen, rinë në komunitetin e vetë, do me thonë rrethin e ngushtë ose gjonë varsisht, kanë me tregu për përvojën që e kanë pas, ose udhtimin që e kanë pas. Që kjo në një farë forme indirekte ka me ndiku, në mënyrë të drejt për drejt që hej, po se Kosova, ka një vend që moj unë e më shku me ekspozu. Ka një galeri, po pas ka dhe galeri tjera që unë e moj me u interesu për me ekspozu. Për shkak se na jena si galeri, po ka dhe galeri tjera qofti lokale, qëndrore, po edhe të tjera. Po, edhe është një farë harmonie, bajagi e mirë që pjesa ma ma dhe artistave që kanë ardhur në kuadër të aktiviteteve që jënë bot për gjatë viteve në galeri, jë ndohë bajegi shumë të knaqëm, për shkak se ju ka rami taku njerës të ndryshëm, të grupeve ndryshme shoqërore, në aspektin që disa kam pyet për art, do me tonë kanë qenë veç artash, ose dikur që veç i ka has me ra në kontakt me ata, po të njëjtën kohë dhe artistat të tjerë që kanë kriju kontakte dhe potencialisht kanë bo ekspozitat të tjera në vendet ku ata artista veç kanë ardhur prej. E kështu që kjo e ka një farë pozitive që bo që kënë ndërkombëtarizimin në një farë forme që pak direkte, pak indirekte. Jo, atë të Kosovës. E tash, jemi, do me thonë, kjo është ekspozita a fundit për këtë vit, fillon me hapet me 15, në ata hapjes, deri kur do t'jetë hapur dhe a jeni të kënaqur me ato, pse jemi në fund vitit, me ato çfarë keni bërë gjatë 2025, me gjithë programin që e keni pas? Që kjo është e fundit, po dhe ka me qenë dhe me 15 janar e hapun, do me thonë 2026 e nisi me hijet e bardha. Kena me pas edhe një aktivitet me triton në aspekt, si në kajtë të zhurme së artistave pa kufi, do me thonë ku mbledhen edhe punojnë, po të njëjtën ku kanë me qenë hapun edhe për fëmijët një farë kombinimi i grup moshave. Edhe me ekspozita, do me thonë me hijet e bardhave që përmbyllim, po mandej vazhdojna me artin e kallënorit që ka me qenë në janar, po për atë paktos nga ka shku. Po flasim tash për 2026. A do të vazhdoni me ato, për shembull, aktivitetet komunitare, artistike, arsimore, do më thëmë performanca të ndryshme, me aktivitetet të ndryshme artistike, se nuk keni pasur vetëm ekspozita. A do të vazhdoni me atë programin që e keni pasur deri tani 2026, ndoshta edhe ta zgjeroni? Po, ideja është me vazhdu, ideja është me u zgjeru, do me thonë arti kallënori që ka fillu si vjetë, 2025 në janar, me vazhdu edhe si vjetë, po realisht halon nuk e kena artistin sakt cili ka me qenë, për shkak se jena të bo një farë aranjime, do me thonë, ndërlidhet paka shumë e krejt qëto mjetet financiare, fondet që veç kanë qenë te për shumë të vënume, që pakës nga kanë ngadalësu në krejt proceset e zhvillimit të aktiviteteve. 2025 ta ka qenë bajegi vetimir. Pjesa që, do me thonë, fondet kanë fillu ma vonë, jo nda ma vonë, listat kanë dalë te për vonë, që kjo është një farë nga treset në komplet planin, për shkak se në fond ma ne ti do është pakës mungut edhe mi bo në periuda ma të shkurta krejt aktivitetet, për shkak se neve si galeri dojnë as paku një muj me qenë hapu një ekspozit, e jo 3 javë. E 3 javë mundet me qenë shumë për disa, po për neve është te për pak, për shkak se si galeri e shofim që një ekspozit duhet me qenë spaku prej 1 deri në 3 muje hapun. Po, mandej krejt këto varën nga plot senet të tjera, logjistike, administrative të tjera. Po, ideja është që do me thonë 2026 në vazhdojnë artin e kallënorit, e bojna festën për
6 majën që është dita e Shëngjergjit, dita e Skënderbeut edhe galeri, do me thonë ditëlindja e galerisë, ka me qenë nata e zjarreve që kena fillu vjetë. Si vjetë ka me qenë një ekspozit kolektive ku kena miftu edhe artistë të tjerë me marrë pjesë. Në kuadër të galerisë janë të u bo dhe një 3 libra që kanë me u botu vitin tjetër. Njena është hulumtimi që unë kom bo vitin 2018-19, karierat e artistave të Kosovës prej viteve 40 deri në vitin 2019, do me thonë një periud pajagi e gjatë 70 vjeqare gati, se qka ka ndodhë qysh tek, tu i përfshi pjesën e regjimit, pjesën e luftës, po njëtën ko edhe detajet e tjera, që është një farë kombinimi i metodave të hulumtimit edhe me intervista, edhe me dhanëna statistikore ku ka qenë databaza që u pa ndërtu. Mandej tjetra ka me qenë koleksioni në Galerisë Qahili, edhe një tjetër ka me qenë me disa koncepte kuratoriale që veç jënë bo në kuadër të galerisë, po ka me qenë edhe disa detajt si të vogla. Jetë e bardha për fund vit, edhe kanë me dominu pjesa... Dhe pastaj neve të kemi kontakt për detajt e tjera, për me dova që shpresoj që ti te kaloni sfidat, dhe uroj që të keni sa më shumë aktivitete dhe t'i planifikoni me kohë të gjitha. Nita, do më thonë neve ka që kishim të rezervuar këtë intervjist, ishte kënaqësi të kemi këtu sot dhe urojmë që të hanën do të keni, do më thonë, paraqitje, pjesëmarrje të artëdashëve sa më shumë. Faleminderit, shumë ju presim. Faleminderit. Po shpresoj që keni me mujtë me taku edhe ju Josefin, është shumë i mirë, shtu që ja vlen. Faleminderit. Sipas një njoftimit e Institutit Albanologjik të Prishtinës, Dega e Gjusisë, punonjësit shkencor të kësaj dege do të marrin pjesë në 2 aktivitetet të rëndësishme shkencore në Tiranë e në Shkup. Më 16 dhjetor, në Fakultetin e Shkencave Humane në Shkup, organizohet konferenca shkencore komunikimi ndërkulturor në epokën e inteligjencës artificiale. Në këtë konferencë do të marrin pjesë studiuesit Abdurrahim Maxhuni, shefi degës së Gjusisë Sejdi Gashi dhe Faton Krasniqi, ndërsa më 18 dhjetor në Institutin e Gjusisë e të Letërsisë pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në Tiranë organizohet konferenca shkencore Frazeologjia e Gjuhës Shqipe në arealin gjuhësor ballkanik. Në këtë konferencë do të marrin pjesë studiuesit Abdurrahim Maxhuni, shefi degës së Gjusisë Naim Berisha dhe Sejdi Gashi. Teatri Kombëtar i Kosovës pritet së shpejti të prezantojë premierën e radhës dramën Gërdia, veprën fituese të konkursit për dramën origjinale shqipe Katarina Josipi 2023 me autor Astrid Kabashi. Gërdia është një dramë bashkohore që tregon rënimin e brendshëm të individit, identitetin e lënduar dhe barën e rëndë të rutinës mbi jetën e protagonistit Lekës. Me një gjuhë të thjeshtë dhe një ndërtim emocional të fuqishëm, shfaqja sjell në skenë një realitet të ashpër, por njëkohësisht të ndjeshëm dhe thellësisht njerëzor, njofton Teatri Kombëtar i Kosovës. Autor dhe regjisor i shfaqjes është Astrid Kabashi, ndërsa rolet interpretojnë aktorët Bujar Ahmeti, Majlinda Koshumovic dhe Rebeka Qena. Filmat e nominuar në Lux Audience Award javën e ardhshme do të shfaqen në Kino Armata. Sipas njoftimit të Kino Armata Lux Audience Award, është çmimi më i madh i filmit të zgjedhur nga audienca në Evropë, ku qytetarët zgjedhin fituesin së bashku me përfaqësuesit e tyre të zgjedhur antarët e Parlamentit Evropian. Ky çmim jepet çdo vit nga Parlamenti Evropian dhe Akademia Evropiane e Filmit në partneritet me Komisionin Evropian dhe Europa Cinemas. Filmat e nominuar trajtojnë çështje aktuale shoqërore dhe politike, nxisin debat mbi Evropën dhe pasqyrojnë bukurinë dhe diversitetin e kinemasë evropiane. Kjo nismë u jepet filmave të nominuar më shumë dukshmëri dhe i ndihmon të kapërcejnë kufit duke arritur tek një audiencë më e gjerë. Filmat e parë të nominuar që do të shfaqen në Kino Armata javën e ardhshme janë It Was Just an Accident 2025 i regjisorit iranian Jafar Pana, që do të shfaqet më 17 dhjetor në ora 19, ndërsa më 20 dhjetor në të njëjtën orë do të shfaqet Sentimental Value nga regjisori Joachim Trier, thuhet mes tjerash në njoftim.
Në prag të ndarjes së çmimeve kombëtare të letërsisë për vitin 2024 në Shqipëri, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit ka prezantuar autorët dhe përkthyesit që kanë arritur të jenë pjesë të listës së finalistëve. Juria e këtij edicioni përbëhet nga Besnik Mustafaj, kryetar dhe antar Dhurata Shehri, Elsa Skënderi, Rakip Llari, Maklena Nika dhe Fatmira Nikolli. Sipas jurisë, nga autorët janë përzgjedhur Enit Karafili Steiner, shkrimtare shqiptare që jeton në Zvicër, me romanin Europe Epope Intime, dhe Virgil Muqi me romanin Trinetet e Zotit P. Në kategorinë e përkthimit, Aida Baro është finaliste në romanin Jeta e shkurtër e Lukas Santanës nga Elvira Donës. Elda Gjana është përzgjedhur për përkthimin e librit Shtëpia e fundit para malit nga Monika Helfer. Finalistët e çmimeve kombëtare të letërsisë 2024 përfaqësojnë një pasqyrë të pasur të letërsisë dhe përkthimit shqiptar dhe ndërkombëtar, duke shfaqur tregime dhe proza që lidhen me historinë, kulturën dhe përvojën njerëzore. Në Korçë u zhvillua Festivali Folklorik Rajonal Autonom Fest. Ky aktivitet organizuar nga Këshilli i Qarkut Korçë me pjesëmarrjen e aktivistëve nga të gjitha bashkitë e Qarkut. Autonom Fest, festivali më i madh folklorik i Qarkut Korçë, solli surpriza në edicionin e tij të dytë. Ky festival tashmë është kthyer në traditë dhe është ndër aktivitetet e zhvilluara në nder të 10 vjetorit ditës së shpalljes së Korçës krahinë autonome. Me një folklor të larmishëm dhe pjesëmarrje të gjerë, Autonom Fest synon të kthehet në një festival që ruan traditat dhe folklorin duke u zhvendosur në të ardhmen nga një bashki e Qarkut në tjetrën. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na përqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinë Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim.